Shqipëria është gati për natën më të rëndësishme të Eurovision 2026, ku do të përfaqësohet nga Alice me këngën Hit Nam. Në garë për vendin e parë janë 25 shtete, ndërsa spektakli i madh do të hapet nga Danimarka. Shqipëria do të ngjitet e pesta në skenë, ndërsa performanca që do të mbyll mbrëmjen do të jetë Austria, vendi mikpritës i këtij edicioni. Alice arriti të elektrizoj publikun gjatë natës së dytë gjysmëfinale duke e kthyer këngën Nan në një nga më të klikuarat dhe më të komentuarat të këtij edicioni. Në finalen e Eurovision 2026 votimi do të hapet pak para se të interpretohet kënga e parë dhe do të qëndrojë i hapur gjatë të gjithë performancave dhe më pas edhe 40 minuta pasi të jetë interpretuar kënga e fundit. Për këngën e preferuar mund të votohet deri në 10 herë. Tashmë mbetet për të parë nëse performanca shqiptare do të arrijë të rrëmbejë votat e publikut evropian dhe do të sigurojë një rezultat historik në finalen e madhe. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.